Një nga surprizat më të mëdha të javës së 12 të kampionatit ka ardhur nga stadiumi Niko Dovana i Durrësit. Skuadra e Elbasanit në mënyrë befasuese mposhti në shtëpitë e Utën, kur pak njerëz e parashikonin. Vendimtar për verdhe blut ishte një ish lojtar i Durrësakëve Mirel Çota, i cili i dha udhën fitore së ekipit të Dosit. Sfida startoi menjëherë me gol. Një pasim drejt zonës i Bylyk Bashit futi në konfuzion portierin Rizvani dhe mbrojtësin Rustem Hoxha. Aty përfitoi menjëherë Çota, i cili dha avantazhin miqve. Goditja psikologjike e pësuar nga bregdetarët ishte evidente, me Elbasanin që nëpërmjet toçit tenton edhe ta dyfishojë rezultatin, por kësaj radhe sfera nuk përfundon në kuadrat. Skuadra verdhe blu, dukshëm e motivuar, ka edhe një tjetër mundësi, ku goditja e gavës ndalet vetëm nga ndërhyrja e Rizvanit. Teuta provon të zgjohet me anë të një tentative të Shabanit, por pa suksesin e shpresuar. Në minutën e 30 vendasit ekuilibrojnë shifrat, por jo për gjyqtarin Sokoli, i cili ndërpret gjithçka për një pozicion të parregull. Pjesa e parë përfundon me Elbasanin e përsi. Me fillimin e fraksionit të dytë, skuadra e Hasan Ligës provon ta spostojë ofensivën e saj drejt zonës së Elbasanit, duke rrezikuar me anë të Magajash, tentativa e të cilit nuk shqetëson më shumë se duhet Kotorin, por vetëm kaq pasi verdhe blut janë të vendosur mjaft mirë në fushën e lojës. Në minutën e 78, Teuta me anë të Miles ka mundësinë për të baraspeshuar rezultatin, por goditja me Koke Beratasit përfundon jashtë portës së Kotorit. Pavarësisht përpjekjeve të vendasve, raste të pastra nuk regjistrohen më deri në fund për skuadrën e Ligës. Madje janë Elbasanasit që dyfishojnë shifrat. Një kundërsulm i shpejt i verdhe bluve nxjerr të vetëm lamçën me portierin Rizvani, në mes fushorin që nuk fal duke i vënë hipotekën kësaj përballje. Në këtë mënyrë Teuta rikthehet në zonën e ftohtë, ndërsa ndizet një dritë shprese për Elbasanin në një kampionat që me sa duket do të rezervojë surpriza deri në fund.